Drejtoria vendore e Policisë Fier ka reaguar lidhur me shoqërimin në komisariat të kandidatit demokrat për deputet në Fier Fation Semanjaku. Reagimi i Drejtorisë vendore të Policisë Fier. Në lidhje me një lajm të publikuar për shoqërimin në komisariat të shtetasit FS, kandidat për deputet i subjektit politik Partia Demokratike, sqarojmë se rreth orës 18:50, drejtori i Policisë Bashkiake ka njoftuar te salla operative e DVP Fier se një subjekt politik ka vendosur poster në qendër të qytetit në kundërshtim me ligjin dhe po kundërshton forcat e Policisë Bashkiake për heqjen e këtij posteri. Pas njoftimit të marrë, në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit kanë shoqëruar personin që po kundërshtonte Policinë Bashkiake, kandidatin për deputet të Partisë Demokratike Shtetasin FS, i cili është lënë i lirë menjëherë. Drejtoria vendore e Policisë Fier siguron subjektet politike dhe qytetarët se shërbimet e policisë janë të angazhuara maksimalisht për të parandaluar e goditur paligjshmëritë, si dhe për të garantuar rendin e sigurisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.